Një grup piktorësh nga Durrësi kanë çelur këto ditë ekspozitën e tyre kolektive në mjediset e Muzeut Historik Kombëtar. Ndër artistët pjesëmarrës në këtë aktivitet do të veçonim emra si Agim Shami, Sefedin Stafa, Albana Mata, Aleksandër Leshi, Besnik Bidushi e të tjerë. Ne kemi bërë një ekspozitë në gusht të vitit 2010 në Durrës, u mblodhëm 8 shokë, cilët rrinim bashkë, punonim, konsultoheshim, atëherë menduam të bëjmë një ekspozitë 8 veta të gjithë bashkë. Kjo ekspozitë ishte me shumë sukses në Durrës, sepse ishte edhe momenti kur ishin të gjithë, domethënë vinin të gjithë emigrantët në Shqipëri, u mirëprit edhe nga dikasteret e Durrësit, domethënë nga kryetari i bashkisë edhe të gjithë. Pati sukses dhe ne ngelëm të kënaqur. Ndërkohë menduam që të organizojmë këtë ekspozitë temë lirë, domethënë, edhe këtu në Tiranë, që ta njohin në një farë mënyrë edhe artin durrësak edhe këtu. Stili është i veçantë, rrymat kryesisht janë realiste. Kemi qenë 8 veta, kemi zmalluar grupin duke bashkangjitur dhe disa vajza tjera dhe pretendojmë që inshallah në perspektivë, domethënë, të organizojmë dhe ekspozita të reja, të tjera dhe të zmallojmë edhe grupin që të bëhemi sa më shumë, që të bëhet diçka më e larmishme, domethënë. Tematikat e trajtuara në tablot e paraqitura nga artistët durrësak janë kryesisht të natyrës realiste, e më së shumti peizazhe apo portrete. Nuk ka munguar aty këtu edhe ndonjë notë ekspresionizmi apo surrealizmi. Siç pohojnë organizatorët, kishte edhe nga ata artistë të cilët vinë në këtë ekspozitë pas marrjes së disa çmimeve në konkurse ndërkombëtare të arteve pamore.